Përmes disa bisedave të nxjerra nga telefonat e sekuestruar të Berberit, Balluku njoftohet nga Evis Berberi, i cili dërgon në aplikacionin WhatsApp një dokument. Në duke shihet se përmbajtja e dokumentit flet për renditjen e kompanive që kishin ngaruar në tenderin 2 milion euro të hapur nga Ministria e Infrastrukturës, lidhur me supervizimin e punimeve që po kryeshin në tunelin e Llogaras. Balluku menjëherë sapo njihet me renditjen, fillon të shkëmbej mesazhe me Evis Berberin, duke orientuar dhe urdhëruar këtë të fundit të anuloj praktikën e prokurimit dhe rihapjen sërish me qëllim ndryshimin e renditjes së kompanive fituese. Balluku ka urdhëruar që këtë tender ta fitonte pikërisht kompania shqiptare Net Group dhe firma holandeze Hill International. Disa komunikime që shkojnë përtej formatit zyrtar janë shkëmbyer mes ish drejtorit të ARSH-s Evis Berberi, zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe zyrtarëve të tjerë që tashmë janë marrë të pandehur nga prokuroria e posaçme SPAK. Gazetari i Syri Televizion Elton Qyno ka mësuar se mesazhe paknesie shkëmbehen për një zyrtar të lartë, të cilin ata quajnë pallosh i gjatë dhe që dyshohet më shumë se i referohen kryeministrit aktual të vendit Edi Rama. Këto mesazhe janë rikuperuar pikërisht në telefonat e sekuestruar të Evis Berberit, i cili thuajse çdo ditë ka komunikuar me Belinda Ballukun, por edhe me zyrtarët e tjerë, ku ndër të tjera janë lëshuar sharje dhe fyerje për kryeministrin e vendit Edi Rama. Këto mesazhe paknajësie dhe fyese për palloshin e gjatë tashmë janë në dosjen e SPAK dhe administruar si prova materiale. Do të thënë, gazetarët po fillojnë të nxjerrin shumë pak në fakt detajet kësaj dosje, duhet thënë ndryshim nga tjerat. Është shumë mbyllur. Në raport me rastet e tjera këtë drejt. Ka të bëjë shumë edhe çështja që motra e zonjës Balluku është avokate dhe normalisht është një element që ndikon pasi. Patjetër, jam shumë dakord, po dhe me kaq Sami sa kanë dalë. Do të thënë ka një moment është zëvendës kryeministre. Unë po flas tani vetëm për instancën morale, se atë e shikoj, por ne kemi parë në vende europiane të dorëhiqen për akuza për një plagjatur. Edhe sikur mos kishte dalë në doktoratur. Edhe sikur mos kishte dalë asgjë nga dosja. Ndërtoshja e Lubrit, Eksakt. Raportet e Lubrit, zëvendës kryeministres me detyrën dhe me akuzën e bëjnë të domosdoshme largimin e saj nga posti. Në fakt ajo nuk e ka bërë këtë gjë dhe më duket se ka një inkurajim për të mos e bërë këtë gjë dhe inkurajimin e ka fatkeqësisht e ka nga vetë akuza. Akuza është për favorizim të palëve në proces në procesin e tenderimit. Kjo është një akuzë e cila i lejon prokurorisë që edhe mos të marrë masa për, ndoshta do më korrigjoj Ivin nëse e kam gabim, po edhe mos marrë masa shtrëngimi. Në këtë rast masa sigurie, të llojit qoftë arrest në shtëpi ose detyrim për të paraqitur dhe kërkesat e tjera. Për shkak të marrëshit dënimi që ka si vepër penale. Dhe duket që procesi është trukuar që të akuza pak. Ne nuk kemi drejt natyrisht se kemi shumë pak të dhëna në këtë rast, po të dhënat ama kemi edhe një të dhëna makro ku e dim që ajo që akuzohet me këtë lloj akuze është zëvendës kryeministre e Shqipërisë, Ministria e Infrastrukturës, ministrisë e cila ka rreth 70% të buxhetit të shtetit në duart e saj. Ndërkaq që nuk është i vetmi rast në të cilin është përfshirë Belinda Balluku në proceset dyshimta, qoftë të ndërimit, po qoftë edhe të abuzimit me parat, po edhe të marrëveshjeve. Ne kemi dy raste të tjera të cilat janë në SPAK, qoftë rasti i termocentraleve Tigri 1 dhe Tigri 3 që janë vendosur në Vlorë, një histori tipike korrupsioni e cila u vërtetua edhe së fundi përmes kalimit ndërmjetësit të kësaj procedure ose të këtij procesi ose kësaj marrëveshje si drejtoreshe në atë kompani, dhe ndërkohë kemi edhe raste të tjera siç është edhe rrugë të tjera siç është edhe rruga që lidh Fushkruajin, që lidh Vorën me autostradën e Laçit. Të gjitha këto histori e bëjnë të domosdoshme pozicionimin e Ballukut në raport me përgjegjësi që ka, në raport me publikun, në raport me qytetarët shqiptar, për të vendosur në një pozicion të barabartë në raport me akuzën, ashtu siç janë pothuajse të gjithë njerëzit të cilët thirrën për të akuzuar apo për të proceduar nga SPAK-u. Historitë që kanë dalë deri tani janë histori të cilat nuk motivojnë, praktikisht nuk na motivojnë as ne që ne të besojmë për një proces i cili do të shkojë deri në fund të çështjes. Dua të them një gjë. Mjafton vetëm rasti i njëjti tender
i cili ka filluar punimet pa u llogaritur kosto reale. Ne kemi një histori më të vjetër për këtë gjë, domethënë, ku në kohën e qeverisë Berisha ka ndodhur një rast i tillë, ku kosto është llogaritur duke u referuar kostove të Bankës Botërore, po megjithatë procesi gjyqësor i ka nisur dhe ka shkuar deri në fund duke u gjykuar. Kjo gjë duhet kishte nëse ka ndodhur, nëse verifikohet ose vërtetohet se ka ndodhur vërtet shumë në tunelin e Llogaras dhe në rrugën që çojnë te tuneli Llogaras, duhej që shumë herë të ishin përfshirë në këtë hetim apo në këtë investigim të procesit. Sona, për ta vazhduar, janë dy elemente që duhet i bashkëngjihen. E para